Me rastin e 113 vjetorit të krimit të policisë së shtetit shqiptar, u zhvillua një ceremoni zyrtare edhe në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër. Në ceremoninë e organizuar morën pjesë drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, Artion Duka, prefekti i qarkut Dibër Nezhbedin Shehu, drejtori i Shërbimit Informativ Shtetëror Dibër, familjar të dëshmorëve të policisë së shtetit, drejtues dhe punonjës të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër. Në fjalën e tij, drejtori Duka tha se historia e policisë së shtetit është ndërtuar mbi përpjekje, sakrifica dhe përkushtim. Sot shënojmë një përvjetor të veçantë 113 vjet nga krijimi i policisë së shtetit. Një institucion që për më shumë se një shekulli qëndron në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë së qytetarëve. Kjo ditë na bën të gjithë bashkë për të reflektuar mbi rrugtimin e kaluar dhe për të rikonfirmuar misionin tonë për të ardhmen. Policia e shtetit u krijua më 13 janar 1913 në një kohë kur shteti shqiptar ishte ende i brisht, por me një vizion të qartë për ndërtimin e rendit dhe sigurisë. Nga ajo e deri më sot, ky institucion është shndërruar në një strukturë moderne dhe të besueshme, ka angazhuar në mbrojtjen e shtetit demokratik, të lirive dhe të drejtave të njeriu, si dhe luftën e vendosur kundër krimit. Historia jonë është ndërtuar mbi përpjekje, sakrifica dhe përkushtim. Brezat të tërë punonjësish policie kanë dhënë kontributin e tyre, shpesh në kushte të vështira për të ruajtur rendin publik dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Këto përpjekje kanë formuar policinë e shtetit si një shtyrë të rëndësishme të shtetit shqiptar. Në këtë rrugtim, nuk mund mos ndalim me respekt të thellë para atyre që sakrifikuan gjithçka për këtë uniform. Dëshmorët e policisë së shtetit janë pjesë e historisë tonë dhe i dinjitetit flamurit kombëtar. Në këtë ditë shënuar, shpërnderimin tim për të gjithë drejtuesit, oficerët dhe punonjësit e policisë së shtetit që ndër vite kanë mbatur gjallë vlerat e këtij institucioni dhe kanë kontribuar në forcimin e tij. Policia e shtetit do vijojë të ecë përpara në përputhje me zhvillimet e shoqërisë me profesionalizëm, transparencë dhe përgjegjësi. Të nderuar kolegë, ju uroj gëzuar 113 vjetorën e policisë së shtetit. Fjalë përshëndetës së mbajtja dhe prefekti i qarkut Dibër Nezhbedin Shehu, i cili vlerësoi punën e strukturave të policisë së shtetit në qarkun Dibër. Kjo ditë pas saj veçantë për efektivat e policisë që kujtojmë për rrugën e vështirë dhe të ardhishme të krijimit dhe të konsolidimit të saj, po aq e veçantë dhe e rëndësishme është edhe për komunitetin dhe gjithë shoqërinë tonë, pasi shërbimi juaj i përditshëm konsiston në garantimin e rendit të sigurisë së tyre. Sot ndërsa festojmë këtë ditë të shënuar të policisë së shtetit, mendi na shkon tek ato qindra e mira efektiv që në këto 113 vite sakrifikuar jetën e tyre në kryerjen e detyrës për të siguruar rendin dhe sigurinë e shtetit dhe shoqërisë tonë. Gjatë ceremonisë u vlerësua vepra e dëshmorëve të policisë së shtetit, njëkohësisht dëshmorë të andheut, gjaku i të cilëve qëndron në flamurin kombëtar dhe në themelet e kombit, si simbolik festive, por edhe si dëshmi e vlerësimit dhe mirënjohjes për punën e tyre. Gjatë ceremonisë u nderuan me certifikata për shërbime të dalluara punonjësit e policisë, drejtues Dritan Malaj, komisar Xhevdet Qiku dhe inspektor Fatmir Leshi.